erdhëm. Çfarë në momenti? Një nga temat e tua të preferuara kam përshtypjen. Nga temat e mia. Është një nga temat faktikisht që çdo shqiptar ose 30% e shqiptarëve të paktën duhet të kenë sy e vesh sot. Pasi të flasim pak për mëlçinë e dhjamosur, që prek 30% e popullsisë globale. E lënë për një kohë të gjatë e pa trajtuar, mund të japi shqetësime të mëdha. Jo vetëm për mëlçinë, po për një pjesë për tërë organizmin. A thash që ka temë preferuar, sepse ko erdhi me përqindje djali, i tha të gjitha. Patjetër. Edhe për të folur për këtë sot do të kemi Rifan Gjeçin. Mirë se erdhe. Kështu si e nisi ti reprezentimin të konkurrojë mjaftueshëm tek pjesë me njohurit e ti. Ka informacionet janë hallet e shpejt. Nuk ka njëri që nuk është doktor, mjek i vetës. Për vetën e vetë. E vërtetës. Të gjithë kudo që jemi, ne japim receta njëri tjetrit. E vërtetës. Tani, ne kur flasim për mëlçinë e dhjamosur, nuk e di pse sa herë përmendim të pjesën e dhjamit të ngjyrave, na shkon mendja tek gjithmonë te njerëzit e shëndetshëm apo mbi peshë. A është ky një problem që është vetëm tek njerëzit mbi peshë apo mund të kapë gjithë pjesën e popullsisë? Pjesa kryesore e njerëzve të cilët janë mbi peshë, normal që janë të prekur nga mëlçia e dhjamosur. Jo dhe jo vetëm nga mëlçia, mendoj unë, dhe organet e tjera. Normal, Ata që janë mbi peshë. Por edhe ata që mund të jenë të dobët, mundet të kenë dhjamosje mëlçie. Këtu varet stili jetesës, varet streset, problemet që kanë njerëzit, kuptohet, ato ngarkesat emocionale, psikologjike, të problemeve të përditshme, të problemeve, si që kemi thënë që dhe herë të tjera që kanë nga 30 vjetë s'kanë marrë pronës. Ai stresi është familje, kudo, ngarkesa. Stresi është një ndër shkaktarët, nuk është ushqimi si që mendojmë ne vetëm ushqimi. Shkaktari kryesor është stresi, por stresi çon në keq ushqyerje. Pra, ne nuk jemi më të aftë të mendojmë se do të hamë shëndetshëm, por vetëm mundohemi të ushqemi, po jo. Dhe cilat janë ato ushqimet që janë armik i mëlçisë të dhjamosur? Për të vlerësuar, ushqimet armike janë alkooli i pari, kuptohet janë ushqimet që ne përdorim që nga bylmeti, qumshi, djathi, sallami, mishi, në të sasirat të tepëruara, buka e tepër që përdorim, ëmbëlsirat, buka edhe buka, brumrat e tepërta, por ëmbëlsirat që përdoren shumë, të gjitha këto pjesa e këtyre Coca-Colave, Sprite-ve, gjëna të gjitha pive me gaz që janë në markete që janë me shumicë, kuptohet, industria do bëj punën e vetë, por ne duhet të ruhemi. A ka simptoma i pra si mund të dallojmë në një mëlçi të dhjamosur? Cilat janë problemet që shkakton? Ne ndjehemi të lodhur, shpeshherë nuk mundemi dot të kryejmë shumë punë me nxitim, me vrap ose sapo vrapojmë ndjehemi dhimbje. Dhe ndihemi pak si të bllokuar, mungesë edhe kjo pasqyrohet shumë herë kur njerëzit janë me mëlçi shumë të dhjamosur edhe gjatë ecjeve të tyre të shpejta ose vrapit. Pra nuk mbushen dot me frymë. Bllokohen ke frymarrja. Po pse ja hedhin fajin mëlçisë edhe jo mushkrive, se na shkon mendja te mushkrit. Po tani duke ditur se yndyrnat e tepërta në mëlçi nuk treten dot dhe nuk arrin dot që të dalin nga mëlçia, kjo është edhe për shkak të jetës sedentare që mundet të kemi, nga mos lëvizja, mos vrapimi, mos marrja me aktivitet fizik, mos bërja e 10 deri në 15.000 hapave në ditë, të paktën që të vëmë në punë. Kjo është ajo që neve na ngarkon shumë dhe ne mund të themi që po mundohemi të hamë shëndetshëm, po prap kemi yndyrna të larta në mëlçi ose kemi dhjamosje mëlçie. Zakonisht në popull thuhet Irfan që nëse trupi të merr një ngjyrë të verdhë apo fytyra apo ngjyra e bardhës së syve nuk është më aq e bardhë, por si e verdhë, direkt bëjnë lidhjen që patjetër duhet të kesh probleme me mëlçi. Në rastet e rënda po ekziston. Kam dëgjuar edhe për njollat. Janë si pikësi gjaku mbrapa kurrizit? Ka të ndryshme nga mëlçia me fjalë sepse mëlçia siç është dhjamosja e mëlçisë, ashtu mund të kemi edhe pjesë diçka dëmtime të mëlçisë, hematoma, këto të ndryshme, po mund të kemi edhe kancer të mëlçisë e tjera, po këto janë shkallat më të rënda. Njollat, thua. Njollat e këto. Por gjithsesi, ne do të qëndrojmë ke pjesa e parë, si mundet të marrim ushqime të shëndetshme, të cilat tresin dhjamrat e tepërta, dhe kështu që ne të fillojmë jetë normale, të pastrohemi. Pjesa e parë unë do të theksoja, si asnjëherë tjetër, është që ne duhet bëjmë 10 deri në 15.000 hapa në ditë.
të djegim yndyrnat e tepërta e para. 10 deri 15.000 hapa. Po, normal. Pra, punë e dytë është që limoni është një produkt ose kryesor që është një nga agrumet më të mira, por në qoftë se ne atë do ta përdorim, një kokër limoni, ta shtrydhim, mundet të marrim 2 lugë vaj ulliri, që është i sigurt dhe ushqimi më i mirë është vaj ulliri, dhe kjo do t'i përzim të dyja së bashkë, do t'i pim në mëngjes. Pasi këto ne do t'i pim në mëngjes, do të rrim 45 minuta deri në 1 orë pa ngrënë ushqim. Dhe këto zëndësojnë yndyrnat e këqija, pra astrojnë mullçin. Bëjnë një filtrime, po ti unë shoh që ke marrë dhe gjethe ulliri. Po, si që kemi thënë, agrumet janë gjithmonë ato që tresin yndyrnat dhe bëjnë shumë veprime në organizëm, por luftojnë dhe hepatitet. Gjethja e ullirit është e mrekullueshme deri ke kanceri mullçisë, jo vetëm që mundet të eliminojë yndyrnat e tepërta mullçisë dhe jamosin e mullçisë, por edhe më shumë, sepse ajo lufton edhe hepatitin A, hepatitin B, hepatitin C. Pra, në qoftë se ne do të marrim 40 gjethe ulliri, ato do t'i pastrojmë, do t'i lajmë, do t'i zjejmë ato të paktën me 1 litër ujë, por duhet nxjerrë rreth 20 minuta, duhet patjetër që ato ta nxjerrin atë pjesën e ekstraktit të saj, dhe ne mundet ta pim atë gjatë ditës rregullisht. Kjo do na mbrojë mullçin ton, por njëkohësisht do të luftoj edhe dhjamin e mullçisë. Po cila është diferenca mes çajit të gjetheve të ullirit edhe vajit të ullirit? Se ne zakonisht jemi mësuar që benefitet kryesore i ka vaj. I gjithë ulliri, që nga rrënja deri ke lulet, është i mrekullueshëm. Është një bimë shekullore e cila është një bimë që sado që ne kemi parë dhe kur ulliri është i prerë deri në rrënjë, ai çon filizat të tjerë, madje edhe kur ai është djegur, kemi raste shumë kur kanë zjarre dhe ai ka çelur përsëri. Është shumë i fuqishëm si bimë dhe kjo jo më kot futet nga ato bimë që jeton 1000-2000 vjet. Po. Kështu që detyrimisht edhe gjethet janë ato. Janë plot me vlera. Po, sepse nga dega e cila ka gjethe do dali lulja dhe nga lulja do dali kokra e ullirit, do dali fruti i tij. Kjo do të thotë që dhe fruti është shumë i mirë të konsumohet. Ata që konsumojnë ullirin janë në rregull me mullçinin bie. Po, atëherë duhet të theksojmë se marrja e 2 lugëve vaj ulliri në mëngjes me 1 kokër limon bën mrekulli. Dhe duhet të jetë kur e përditshme, çdo mëngjes. Mirë është që një muaj mund të ta bëjë çdo kush, por ka dhe njerëz që duan një performancë më të mirë, mund të ta zgjasin deri në 3 muaj. Mund ta bëj 2 herë në vit. Është një problem, marrin 1 muaj ose 2 javë pushime fillojnë përsëri, kjo do bëj një pastrim të mrekullueshëm. Atëherë nuk jemi vetëm ke ulliri, por do të kalojmë dhe më tutje. Kemi dhe bimë të tjera, siç janë radhiqja dhe lule radhiqja, rrejnë të radhiqjes, lule radhiqjes. Ajo bëhet çaj? Zihet? Këto lahen, shplahen. Rrënjët e asaj lules së verë që unë shohur që kemi rëndomë në tokat shqiptare. Po, e shkeli me këmë. Pra, jemi aq të vëmendshëm. Është kjo. Jemi aq të vëmendshëm se e shkeli me këmë dhe asnjëherë nuk e mbledhim. Po. Pra, përtojmë shumë. Por ajo ka aurora lulesh kështu për kokë. Ajo ka vetikuruese. Të gjitha ne këto i kemi në përdor, i shkeli me këmë për oborre, por asnjëherë nuk na shkon mendja që në moment që e kemi ta mbledhim. Por kur kemi probleme duhet ta kërkojmë. Okej, dhe si bëhet? Zgjehet? Atëherë merren rreth 4 rrënjë të tilla, lahen, pastrohen, pasi pastrohen jemi të bindur mirë që janë pastruar, këto ne i zgjejmë me gjysmë litri ujë. Ose mundet t'i bëjmë në fjalë 3 rrënjë, 3 herë me nga 200 ml ujë. Pra kemi 2 mënyra, një mënyrë që t'i zgjejmë dhe ta pim gjatë ditës dhe mënyra tjetër që ta ndajmë në vakte. Pra mund të pihet për gjatë gjithë ditës, mund ta marrim me vete dhe... Shumë mirë, po mund pihet gjatë gjithë ditës, e marrim me vete kudo që jemi. Dhe unë jam gjithmonë me atë pjesën që ne duhet të zëvendësojmë ujin që pim, lenjët që pim me çaj. Dhe kjo është ajo që ne themi që është më mirë të marrim 5 apo 6 rrënjë të tilla, ti zgjejmë me gjysmë litri ujë, ti kullojmë dhe ta mbajmë me vete në punë kudo që jemi. Është një gjatë që vazhdon, pra mund të pihet pa problem. Nuk ka ndonjë problem që të bëjë në një problem të vështirë për organizmin, por
Por është një diçka që mund të pijet edhe gjatë, sidomos për ata të cilët kanë probleme me kancerin e mëlçisë, mundet ta përdorin shumë mirë, edhe ata me problemet e pankreasit. Okej. Tani ti ke sjellë edhe lulen e kësaj bimës. Po, edhe lulja. Që është e tharë. Edhe lulja është diçka e tillë që mundet të merret, mundet ta grimcojmë. Okej. Po, mund të merret në një gotë ujë, merret një sasi kur e kemi të grimcuar e një lugë çaji ose një sasi më të madhe që mund të jenë 2 kapra duarësh në një gjysmë litri ujë dhe e pim, pasi e zjejmë, dhe mund të ta zjejmë të paktën me fjalë 3-4 minuta, ndërsa rrënja zihet më shumë, kuptohet, do zire më shumë, se nuk lëshon aq kollaj. Dhe lulen e zjejmë 3-4 minuta, pastaj e kullojmë, po do ta lëmë një herë që të rrijë 10-15 minuta në atë enë, aty që ajo të vjelli përsim të nxjerrë ekstraktin e vet, dhe pastaj e pim gjatë ditës. E cila është më efektive, apo të dyja kanë atë benefitin e vet? Secila ka ato substancat e veta të cilat veprojnë dhe kjo bën që gjethja ose lulja është më e lehtë, rrënja është pak më e fortë, më e përqendruar dhe kjo na bën ato që na ndihmojnë shumë. Të dyja mund të pim gjatë ditës, nuk ka asnjë problem. Për këtë ne kemi edhe të famshëm gjembrin e gomarit, i cili është një frut në formë fare, janë disa fara të cilat na ndihmojnë shumë për pastrimin e mëlçisë, por ka një diçka se vaj i farave të gjembrit të gomarit ose farat e gjembrit të gomarit që mundet të merren, këto janë shumë të fuqishme saqë arrin deri ke dhe në qoftë se ne mund të kemi hequr gjysmën e mëlçisë, pas operacioni këto na ndihmojnë që të rigjenerohet mëlçia përsëri. Pra është një bimë e mrekullueshme. Si përgatitet në një mënyrë, zjejmë e kullojmë? Kjo përgatitet 3 herë nga një lugë çaj me 200 ml ujë, e zjejmë 2-3 minuta, edhe më shumë pak. Mund t'i shtojmë limon ndërkohë gjitha këtyre çajrave që i the, se jemi mësuar që i hedhim çik për shije çajit. Po, për shije është diçka tjetër, ndërsa normal kjo mund të pihet lirisht edhe kështu. Po. Nga që është pak e hidhur kam përshtypjen limoni ndoshta zbut pak ose i hedhim sheqer ja prish atë formulën. Meqense kjo është pak e hidhur, mund të jetë pak e hidhur sa ta provosh herën e parë, dytë, pastaj nuk është më ai efekt. Ne mendojmë sikur është e hidhur dhe ngopim veten me psikologjinë e kundërshtimit të marrjes. Ty në fakt kam përshtypjen nuk të duket më asnjë çaj i hidhur apo? Për të thënë të vërtetës, shumë pak çajra mund të duken të hidhura, sepse i marr me qef së pari, nuk i marr me atë psikologjinë që janë të fuqishme. Shumë kemi rënjën e sancës që është shumë e fortë dhe e hidhur, prap e pim. Irfan, nëse ata njerëz që kanë problem këto çajrat që janë të hidhur dhe duan t'i hedhin sheqer, a ja prish formulën çajit? Domethënë ka të njëjtin efekt nëse ti e përzien me sheqer? Ka një problem me fjalë se sheqeri është vajses kreps, kancer i bardhë. Do të sugjeroja më mirë të marrin 2 shkopinj kanelle. Dhe do ta ëmbëlsojnë me shkopinjë të kanellës, do të ishte më i mirë. Më mirë shkopinjë kanellës se sa sheqer. Dhe po kështu edhe vaj i farave të gjembrit gomarit është i mrekullueshëm duke u marrë 3 herë nga një lugë gjelle gjysmore para se ne të konsumojmë ushqimin. Kjo do të bëjë që do të na ndihmojë shumë sepse efekti i vajit të lirit ose vajit të farave të gjembrit gomarit janë ato të cilat nxjerrin jashtë yndyrat e këqija dhe dhjamrat e këqija nga mëlçia dhe e zëndësojnë. Pra rrisin funksionin e organit të mëlçisë. Dhe kjo bën atë që mëlçia të pastrohet në kohë më të shkurtër dhe më shpejt, dhe vaji i farave të lirit ka edhe një efekt tjetër që funizon qelizat me oksigjen, që do të thotë dhe qelizat të cilët kanë ato drejtimin për të kthyer në qelizat e këqija, forcohen përsëri dhe rikthehen në qeliza normale. Prandaj përdoret dhe ke kancer i mëlçisë. Problemet me mëlçin janë kryesisht problemet e një moshe madhore, të rriturit, moshe tretë, apo ndodh që edhe në adoleshentë për shkak të keq ushqyerjes të ndodh? Për fat të keq, shumë prindër, shumë gjyshër apo halla të zexhaja mundohen të ushqejnë fëmijët edhe me këto ushqimet e shpejta, por ka dhe janë dhe këto ushqimet e paketuara.
që janë si këto qipsa e tjera, që fëmijët i kanë shumë qef dhe kjo i dëmton shumë. Ka pasur raste të moshave të hershme për shumë sa vjeç? Po të shohim, kemi edhe fëmijë 10 vjeçar që vuajnë nga diagnoza e mëlçisë, janë shumë të shëndetshëm dhe fillojnë po këto gjithmonë futen ke kequshqyrja, sepse edhe në një moshë më të vogël kur këto fëmijë ushqehen keq, i jepi volum, i jepi çfarë dëshiron fëmia. Dhe gjitha është nga ushqimet e përpunuara, thua, pra, jo vetëm dhe mbase nga yndyrat e tepërta. Edhe pjesa tjetër se ne fëmijët i çojmë në shkollë apo në kofshë kudo dhe nuk i fusim në aktivitete fizike. Atëherë çfarë do të ndodhi? Ku do të tretet i gjitha ai ushqim, aq më tepër ushqimet e këqija, por edhe tek fëmijët të njëjtat çajra mund të pinë, nuk ka probleme efektancore me doza të ulta, me fjalë fëmijët mund të pinë, pra ke fëmijët me fjalë do të kemi edhe përdorimi i lëngut të karrotës, do të kemi përdorimi i shafranit të indis, si përdorin shafrani, si duhet ta përdorin? Shafrani, si çaj, ne kemi të përgatitur edhe në një formë të një çaj të përzirë që ka rreth 13 lloj erza dhe farza, të ndryshme janë të bluara, janë të bërë në një formulë sipas doktor Schulzit, edhe ajo përdoret me lug çaj 2 herë në ditë, të paktën mundet të përdoret edhe ke qumshi, pra edhe qumshin ata që mundet ta pinë, që nuk ndahen dot me fjalë, mundet ta bëj atë golden milkun që e famshëm, qumshin e art, dhe kështu që ajo lufton edhe parazitët, por njëkohësisht në zore, mykun e tjera, pra bën një punë të vazhdueshme gjatë gjithë, por njëkohësisht ajo pastron mëlçin nga dhjamrat e këqija. Po kështu arrat janë shumë të mira, farat e lirit, zënësimi i vakteve është përsëri i mrekullueshëm. Arat kanë ndyrë vet apo është ndyrë e shëndetshme në këtë rast? Omegat që janë sidomos ke vaj farave të lirit, omega 3 është një vaj i cili tret i ndyrnat e këqija në mëlçi, në organizëm deri në qelizë. Gjendet e vaj i lirit thëmë? Po, edhe ke arrat, ke këto. Po, këto kanë një diçka edhe vaj i ullirit përsëri, që këto vendosen vetë në pozicionin e lubrifikimit të mëlçisë dhe i largojnë këto, i tresin i largojnë nga mëlçia jashtë. Kjo është ajo çelësi me fjalë i suksesit, me fjalë kur ne përdorim sidomos vajin e ullirit me limonin. E pastrojmë mëlçin në një kohë shumë të shpejtë, por nuk do të ndalemi këtu, sepse kemi edhe majdanozin, që është shumë i mrekullueshëm, mund të ta pimë si çaj, por mund të ta përdorim majdanozin edhe të grimcuar në një vakt, në një smooth në mëngjes. Është të gjallë, domethënë. Po, edhe të gjallë, por mund të ta përdorim edhe me trangullin. Majdanozi me trangull do të jetë shumë i mrekullueshëm, nëse do të merret trangulli, do të futet në një mikser, do të merret edhe 2 tufa majdanoz, mund të ta përgatisim duke i shtuar në një limon, në një moll jeshile, duke i shtuar një lug ujë, ose ata që nuk mund ta përdorin do të mund ta përdorin edhe me kos. Është mirë, po njëkohësisht do të jetë edhe vakt i plot. Mjafton ta përdorin në këtë rast. Po, mjafton që mund të shtojmë në një far liri ose në një far të farat e kungullit, që edhe ato janë dhe ushqyese, po janë dhe shumë të mira gjatë rrugës së tyre deri në jashtëqitje. Po, e thëmë se një person që ka probleme me mëlçinë e dhjamosur, ka filluar këto kurat me çajra që ti thua. Kur fillon të shohë ato përmirësimet e para dhe si reflektohen në trup? Përmirësimi i parë për një person i cili ka problemet e mëlçisë së dhjamosur është se ai duhet të lëri e qidor nga bulmeti, qumësht, djathë, sallam, mish, pjetë gazuara, ëmbëlsira, buke bardhë, makaronat. Ja mund si dhe bulmeti. Edhe bulmeti është armik i mëlçisë. Nuk mund të themi se mund të jetë një armik kaq i fuqishëm, por në kushtet e sotshme është i tillë, për arsye sepse ne kemi shumë bulmet gjendet kudo, por mënyra e prodhimit të tyre ne nuk kemi informacion. Po kefiri, sepse shumë i mirë kefiri, por sepse me fjalë ne shkojmë në përfshatra dhe fshati me 500 shtëpi, i gjithi ka 50 lop. Atëherë ku prodhohet gjithë qumësht, do të jemi të sinqertë kur flasim, sepse të gjitha politikat... Nuk janë natyrale, thuat, janë shumë të përpunuara dhe janë... Po, të gjithë politikat kanë qenë të dëmshme me fjalë për fshatin, pra nuk është zhvilluar fshati, nuk është favorizuar, duke u ndihmuar
që të japësh grande ose ta ndihmosh tjetrit me atë për sa kryer bakti është ta subvencionosh, ta ndihmosh që ke vaditja, që ke toka, ke plugimet gjitha, po të shohim shtetet e tjera për rreth me fjalë. Na luten që hajde prodhoni ke ne dhe pa paguar asgjë, vetëm kur vjen puna që do ta dorëzosh ke magazina, ke kooperativa, atëherë do të paguash. Pra, duhet të them që kanë politika shumë të mira, të cilat bëjnë prodhimin e mbrëmshëm bruto, e realizojnë mbrëmja shtetit të tyre dhe të sigurt dhe nën kontroll, më falët, desha më theksoja këtë, dhe njëkohësisht subvencionohet, për çdo kryer bakterie subvencionohet, por në moment që ti e subvencionon si shtet ke mundësi të ta kontrollosh. E vërtet është. Kjo është ajo që unë them për herë, më falë të lutem, unë them për herë që jemi të pasigurt me fjalë ke ushqimet që konsumojmë. Prandaj është më mirë ato që janë të pasigurt mos i konsumojmë, se po flasim për shëndet e ke fundit fare. Qartë, me qenë se jemi të qumshti, që mendim ke për qumshin e ashtë të quajtur, qumshin e fshatarit? Shiko, qumshi i fshatarit është një qumësht i mrekullueshëm, në qoftë se do t'jetë vërtet qumësht që ai prodhon në shtëpinë e vet, nga lopa e vet. Kuptohet sepse duhet të dimë se përkushtimi i fshatarëve për kafshët është shumë i lartë. Aq më tepër me fjalë që të gjithë me fjalë kushdo me kafshën familiarizohen dhe afeksionohen dhe kështu që nuk mund të abuzoj ke ushqimi i kafshës asnjëherë. Ushqimi okej, po ndonjëherë përflitet për këto kushtet jo higjienike të tregtisë edhe të atyre bidonave shumë përdorimësh që mund të prishin cilësinë e qumshtit. Atëherë duhet të theksojmë diçka tjetër që kjo është një problem tjetër me mbajtja në qelçi ose në inoksi. Kjo është një problem që ha diskutim. Por duhet të kuptojmë dhe ne se ne nuk i ofrojmë, ne e shesim shishen më shtrenjtë se sa është shishja me gjithë qumësht. Pra, pika tona, pra, nuk e prodhojmë vetë, po e marrim thjesht me fjalë amballazhin, por ne e blejmë. Nga jashtë e sjellim këtu, kalon disa duar dhe kur fshatari nuk ka mundësi, kjo është një luftë që i bëhet fshatarit, një bllokim, sepse ai nuk ka mundësi, ai do të shesi ty një pagure qumshi 1.5 euro, në një kohë kur ti i ke vendosur 0.7 euro shishen ta blej. Detyrimisht do merre shishe shumë përdorimshme. Mirë është të jetë shishet e qelçit. Ka problemet e veta sektorit. Mirë, për të përshëndruar edhe një herë tek tema. Po thoshim e lam aty ku po më tregoje për përmirësimet që organizmi shfaq momentin që gjitha çarat kanë bërë funksionin e tyre. Mundet të themi që ditën e dytë ose që ditën e parë kur ne mundet të përdorim këto çajra, ne do ndjejmë një përmirësim shumë të madh. Pra, përgjegjësia jonë është ne duhet të dimë se çfarë do të marrim. Marrja e 2 lugëve vaj ulliri në mëngjes. Po fillon pra përmirësimi. Çfarë ndjejmë ne? Jemi më vital, mund të ecim më shumë, nuk na merret fryma. Ne së pari nuk jemi të bllokuar, nuk e ndjejmë më stomakun të bllokuar dhe të zorët e fryra. Pra, punë e parë është shfryrja e stomakut dhe funksioni i rregullt, me fjalë që mund të kryejnë edhe me frymarrjen që kemi, jemi më të lehtë, në lëvizje jemi më të lehtë, ndihemi më mirë, jemi më të qetë nga ana psikologjike. Pra ka shumë element që ne ndihemi, do të flem shumë më lehtë ato net e para, por edhe në vazhdim. Sepse mëlçia dhe amozër ka një problem me cila na rëndon. Dhe aq më tepër kur ne mundet të konsumojmë dhe ushqime të rënda, për shembull si mishi të skuqja dhe këto, marrin një rëndes më shumë akoma. Aq më tepër nëse do të pim alkool. Është mirë që ata që pinë alkool të heqin dorë, të paktën të heqin dorë, mund të ta pinë një herë në disa kohë. Sa për atë forcën e zakonit që thash. Irfan, po. Brokolin duhet ta përdorim, përsëri me fjalë këto ushqimet e jeshila duhet përdoren. Ju keni përmendur shumë deri më tani për sa i përket pastrimit të mëlçisë. Ka pafundësi, por ajo klasikja që unë e thash në fillim janë limoni me vaj ulliri. Pra njerëzit do zgjidhin vetëm një është kjo. Po, njerëzit nuk besoj se do kenë mundësi të bëjnë të gjitha. Dgjoj, unë po them tani se dhe ata që janë në qytet, jo vetëm ata që janë në fshat, për këto 35 vjet kanë mbjellë shumë ullinj. Ata i krahasisin ullinj dhe i hedhin në rrugë dhe nuk e marrin gjethet. Jo se nuk ja dim lerën, janë të pavëmendshëm. Mbase rutina e punëve të përditshme i bën ata që kanë të jenë pak mos vlerësues. Por çdo kush mund të i përdori dhe mund të shëroj veten.
Janë bima i zakonta që ne i kemi aty vërdal dhe nuk ja edhe lërë. Në fshatë, radhigje, qikore, të gjitha, lëpjetat, të gjitha i kanë, mund t'i përdorin. Po, hithrat e njoma mund t'i përdorin, po dhe në qaj mund t'i përdorin. Pra, arrat për shumë mund t'i përdorin. Ka shumë lloj kurash të ndryshme që mund të ndihmojnë në përmirësim. Salmoni, peshkun, nuk ka pse të konsumoj mish të pjekur, ose të konsumoj një mish ekstra, vetëm volum, vetëm të konsumoj salmoni. Po, le të marri peshkun, kemi peshkun shumë mrekullueshëm, pastaj përdorimi i vitaminës D3 për shembull, do të jetë D3 K2 shumë i mirë, njëkohësisht për përdorimi i këtyre sardeleve, peshqeve, të paktën 2 herë në javë do të ishte përsëri i mrekullueshëm. Sardelet. Panxari kuqi i mrekullueshëm. Sardele apo çuge? Të dyja. Të dyja. Tani mund të themi që kemi dhe barbuni dhe merlucin, po. Varet nga kile pas. Edhe karkalesat, edhe vajnë e karkalesave që është i mrekullueshëm, omega 3-shin të gjitha këto. Karkalesash. Po. Okej. Krill oil, po, është i mrekullueshëm. Interesant. Po. Kryesisht ne kemi bimët vendase dhe vetëm vëmendje kërkohet, asgjë më shumë. Vetëm të jemi pak më të vëmendshëm dhe më të kujdesim ka shi vetes dhe njerëzit. Prandaj kemi ty Irfan që ta rikujtosh her pas here që dhe bimët dhe kurat i kemi përreth nesh pa shpenzuar. Dhe ka aq shumë perime e fruta që ne po t'i përdorim do të ndihemi shëndet të mirë, sigur nga pak të përdoren. A do përendalonim shumë smundje në radhë parë, nuk do shkonim deri te kurimi. Pra, ajo smundjet që ne kemi, jemi vetë ne ata që punojmë keq me trupin tonë. Vërtet është. Irfan, shumë faleminderit që jeni gjithë këshillat që na dhe. Mirë, kemi ardhur në fund të pjesës parë, i kemi reklama dhe vim pas pak me këshilla mbi parfumet.